një llosej UÇK-ja. Pra ju thoni që për të shpëtuar në këtë rast Thaçin, po një lloset UÇK-ja me këtë strategji mbrojtje. Po, me këtë strategji të mbrojtjes, faji për vrasje po i lejet UÇK-s, por që Thaçi dhe këta tjerë nuk janë fajtor për këtë. Do thotë kjo është strategjia që po ndiqet atje, që mendoj se është gabim dhe është e dëmshme për Kosovën. Megjithatë, duke marrë parasysh këto zhvillime, këto dëshmi që po jepen nga funksionarët lartë amerikanë të asaj kohe, ka shenja që dënimet mund të zbuten ose mund të hiqen plotësisht, ose mund të mos dënohen ata. Por prap dalim tek ajo që ju më cituat pak më lart që tha zoti Rugova, presidenti, që nuk do të bëjmë koalicion sepse me PDK-n për shkak të vrasjes së veprimtarëve. Pra këto vrasje do mbesin ende të pasbardhura. Sigurisht që nëse këta lirohen në Hag, atëherë këto vrasje do të mbeten përfundimisht të pasbardhura dhe përfundimisht askush nuk do të dënohet për këtë vrasje, sepse sipas parimeve juridike, nëse një person shpallet i pafajshëm në një gjykim, ai nuk mund të akuzohet sërish edhe një herë për ato krime që është akuzuar herën e parë dhe ka dalur ose është liruar si i pafajshëm. Pra, në një farë mënyrë gjykata e Hagës mund të shërbej edhe për të krijuar një amnisti për krimet për vrasjen e veprimtarëve të LDK-s. Dhe këtë nuk e shoh si të mirë, po megjithatë ne do të presim të shohim si do të përfundoj gjithë kjo. Mund të thoni, zoti Salie, cila është ajo vrasje që mendoni që do mbetet pavarësisht edhe viteve që kalojnë ndonjëherë për veprimtarëve të LDK-s? Ne kemi shumë veprimtarë të LDK-s të vrarë. Ishte njeriu i afërt i presidentit Rugova, Xhemal Mustafa, ishin shumë të tjerë që janë vrarë, janë mbi 100 veprimtarë të vrarë të LDK-s, janë kryetar Deksh, është Fetar Rudi që ka mbetur i paralizuar në karrocë nga plumbat që kanë goditur atë. Jam edhe unë për fat keq që kanë tentuar të më vrasin, por që këta vras janë dënuar, janë zbuluar dhe janë dënuar me disa vite burg. Ka plot të tjerë, Enver Maloku që ka qenë shef i Qikut për Qendra Informative e Kosovës, që ka luajtur një rol të agjencisë kombëtare për informata. Pra janë plot veprimtarë të mëdhej që janë vrarë dhe nuk janë zbuluar vrasit. Është e keqe për Kosovën që këto vrasje kanë mbetë të pazbuluara dhe kriminalët ndoshta kanë pasur pozitat më të larta në institucionet e Kosovës. Nuk mund të ecin shtet përpara nëse kriminalët të tillë janë në krye të institucioneve. Pra nuk mund të jetë i pastër një shtet, nuk mund të jetë e pastër një qeveri, nuk mund të jetë e pastër një qeverisje nëse ka në krye të tyre njerëz të tillë që kanë kryer krime aq të rënda në Kosovë. Pra është një emet e madhe që krimi ka mbeti pa ndëshkuar dhe ne po jetojmë me atë ndjenjen se drejtësi në Kosovë ende nuk ka në atë nivelin që duhet të ketë. Pavarësisht se vendimin do ta jap gjykata dhe është ajo që duhet flasë, sikur thatë në fund, për t'i vendosur vulën e ndoshta edhe për ta amnistuar. Po në gjykimin tuaj, zoti Thaçi, duhet të lirohet, pra ka përgjegjësi për atë për pas luftës apo jo? Jo vetëm zoti Thaçi, por gjithë ata që kanë qenë në krye të strukturave të UÇK-s dhe të PDK-s më vonë, edhe të AK-s, pra strukturat që dolën nga UÇK-ja, nga lufta, kanë përgjegjësi sepse ata e kanë kultivuar frymën e vrasjeve. Ata, unë mendoj që i kanë nxitur vrasjet, edhe nëse nuk i kanë kryer vetë personalisht, sepse nuk ka pas nevojë që ata t'i kryen vrasjet, sepse kanë pas njerëz të tjerë
që i kanë kryer me nxitjen e tyre ose me urdhrat e tyre, pra këta janë përgjegjës në çdo aspekt, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin ligjor. Pra janë përgjegjës, domosdoshmë dhe këta i din gjithë personat e vrarë dhe gjithë personat që i kanë vrarë, sepse janë të strukturave të tyre. Nuk kanë ardhur askush nga Marsi ose nga Serbia për të kryer vrasje këtu në Kosovë, sepse Serbia më nuk është në Kosovë. Serbia mund të kryejë vrasje në Kosovë, po mund të kryejë vrasje me ndihmën e veglave të tyre. Gjitha arrestimet që janë bërë deri më tash për vrasje të ndryshme, por për fat keq jo për vrasjen e veprimtarëve të LDK-s, janë njerëz të strukturave të PDK-s dhe të AK-s. Pra janë këto struktura që sigurisht i kanë kryer gjitha këto vrasje, janë gjëra që dihen publikisht, por që natyrisht ne nuk jemi në gjendje të zbulojmë aspektin e hetimeve policore ose të gjykatave e prokurorive. Si bashkëpunëtor i ngushtë i tij, për të mos thënë ndoshta më i ngushtë, mund të tregoni ndonjë merak që kishte presidenti për këto ngjarje, për atë që do të vinte më pas? Shikoni, me presidentin Rugova kam qenë i afërt në periudhën kryesisht prej vitit 1998 e tutje. Pra deri në vitin 98 unë kam qenë në Burgje, kam qenë i dënuar si komandant ushtarak i Ferizajt, po dhe Ministrisë Mbrojtjes. Po për gjithë ata që ndoshta nuk e din, për 3 procese, ndërkohë që pas 98-s edhe 2 tjera të iniciuara që juve pavarësisht se nisën bombardimet këtej nga NATO, ju kërkonin atje për bashkëpunim me NATO, mos gaboj. Po ashtu është, po. Unë i kisha 5 procese gjyqësore kundër meje, 3 i përfunduan, 2 nuk arritën të i përfundojnë, sepse përfundoi lufta, por për çudi, pra dhe pas lufte, kur u zgjodha kryetari i komunës Ferizajt, nga Serbia më vinin thirrjet, ftesat për të shkuar në gjykim në Vranje atje, që të më gjykonin për bashkëpunim me NATO. Pra isha prej 98-s mjaft i afërt me presidentin Rugova, por veçanërisht pas luftës, pas vitit 2004, kur u zgjodha antari kryesisë të DDK-s në Prishtinë, dhe pastaj presidenti Rugova më nominoi për zavendës kryeministër të qeverisë Kosovës. Kam qenë shumë i afërt, besoj bashkëpunëtori më i afërt i tij, dhe kemi biseduar për gjitha